Kthehemi në studio të flasim tani për zhvillimet nga gjyqësori dhe politika. Është bashkuar me ne në studio avokat Edmond Petra. Avokat, shumë faleminderit që jam me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit, Gjoj. Mirë, në një rast nga gjyqësori, vëmendja e publikut ka qenë, po themi, e fokusuar edhe tek një rast i motrave Berisha për dhunimin e një modeleje, këto janë pamjet, ndërsa Prokuroria e Tiranës ka dhënë dhe pretencën për këto të fundit, pasi goditur me senet forta 26 vjeçaren Klea Prenga dhe prokurori Ndini Tavani ka kërkuar dënim me 3 vite burg për Mariela Berishën, e cila ndodhet aktualisht në masën arrest shtëpie, në rast të shpalljes fajtore rrezikon 3 vite burg që mund zbresë në 2 vite burg për shkak të procesit të shkurtuar, dhe për Antonella Berishën prokurori ka kërkuar 3 vite në shërbim prove. Avokat akuza është plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim. Si e sheh pretenduar? Kjo unë mbaj mend si rast, ka qenë një rast shumë i pa precedent, gjë për të cilën më prapa kanë kërkuar falje këto vajzat me sadi, por që duke qenë se ka ardhur me minimumin prokurori, ashtu e ka parë të arsyeshme, duke qenë se nëse do kemi dhe ndonjë rrethan e cila ka pjesën e normalizimit të marrëdhënieve, ndoshta akti i ekspertimit ka dalë krejt ndryshe, por që këtu do vend të dyja, do vend me shërbim prove, nuk është se do kemi ndonjë ndryshim, sepse për afatin kohor që ndoshta ka kaluar një vit për njërin nga vajzat, ajo besoj Për njërën thuhet që ka qenë dhe në arrest shtëpie, përfiton në dënim me këtë? Përfiton i fer ajo kohë zbritet dhe është edhe gjykimi shkurtuar. Pra i mbetet diçka shumë pak, me një fjalë. Pastaj ndoshta dhe ajo konvertohet me shërbim prove. Drejt kësaj do vej, se nuk ka ndonjë lloj marrëdhënie për të cilën të shkojë. Nuk e di se si është me pjesën e palës së viktimës akuzuese. Por që kjo është situata në... Për ju një rrethan lehtësuese mund të jetë rregullimi i marrëdhënieve mes vajzave të përfshira, apo jo? Patjetër, kjo mund të jetë ajo për të cilën edhe prokurori ka ardhur me këtë masë lehtësuese. Sepse ky është minimumi i minimumit. Plagosja e rënd e dashje në bashkëpunim mund të shkojë dhe shumë më tej se kaq? Jo, nuk besoj se do shkojë më tepër se kaq. Kjo është historia e këtyre. Okej, mirë. Avokat, ecim më tej edhe me zhvillimet që kanë të bëjnë me politikën dhe drejtësinë. Ka patur një raport nga Departamenti Amerikan i Shtetit që flet për mbështetje mbi strukturat e reja drejtësisë, thotë që Shqipëria duhet të vazhdojë të zbatojë të gjitha ligjet e ratifikuara në kuadër të kësaj reforme ambicioze. Përmendet gjithashtu dhe rasti i zotit Sali Berisha në çështje, vlerësohen gjithashtu sekuestrimet e bërë në raste të tjera të parave dhe aseteve. Çfarë të bëri përshtypje ishte dokumenti i parë zyrtar, po themi, pasi paqartësie nga ana e administratës së re Trump. Shiko, ajo është një praktikë e cila ka filluar punën për të bërë ajo marrëdhënie hetimi të përfshirjes së strukturave ligjzbatuese amerikane në reformën e drejtësisë. Ajo nuk është se është përmbledhur sot ky dokument, ky ka kohë që janë marrë të gjithë kampionët, të gjithë dokumentat e tjera për të dalë me një raport të tillë. Mendoj që është më përpara se sa Trump të merrte presidencën. Ndoshta sot kanë dhënë atë raportin e tyre të cilën e mendojnë dhe e shikojnë pozitivisht sipas tyre, duke njohur që reforma në drejtësi dhe pandëshkueshmëria në Shqipëri nuk po ekziston më. Struktura e posaçme po është vënë në lëvizje, pavarësisht atyre të cilët pretendimeve të cilët kanë pjesa e përfaqësuesve avokatët për shumë kryesisht, apo juristat të cilët janë brenda kësaj pjese që merren me strukturën e posaçme, por që në përgjithësi vlerësimi ndërkombëtar për sa i përket këtij ekipi të strukturës posaçme është pozitiv. Në përgjithësi gjithë raportet dalin pozitive. Kështu që këtu ngjelet, por atyre u ngjelet shumë punë për cilëtetin dhe standardet e gjithë dosjeve hetimore. Patjetër, i ngjelet shumë punë për arsye sepse jo gjithmonë janë përballur edhe me pjesë të atyre të panderëve të cilët i shpushuar dhe gjykimi, për shembull. I shpushuar akuza. Kështu që
Kjo është një marrëdhënie e cilën unë me shikoj si pjesë pozitive mbështetëse, që nuk janë vetëm e tjera, pa nuk është se përbën një element raporti tregon punën. Është avokat që mbështetja amerikane nuk do të ndryshoj, sepse u përfol diçka e tillë. Shiko, këtu nuk është se nuk ka mbështetje amerikane. Problemi është që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë investitorët kryesorë të kësaj reforme, njëra me logjistik, tjetra me donaciona dhe me vlera monetare. Bashkimi Evropian, që është investitori kryesor i reformës së drejtësi, është dhe qeveria shqiptare, e cila ka menaxhuar gjithë ato donacionet të cilët ka dhënë Bashkimi Evropian për reformën në drejtësi, por që pjesa më e madhe e financimit i ka rënë bara qeverisë shqiptare. Buxhetit shtetit. Kështu që nuk është se shikoj që amerikanët kanë ikur nga Shqipëria dhe as nuk... Avokat, ndërkohë, sjelljen e Ramës në raport me SPAK-un si e ke parë? Në fillim pati disa sulme të hapura, e pranoi vetë që theu një standard që ruajti për vite, ndërkohë tani po thotë që Dumani ka i problemi është që ato në momente dhe emocionet e momentit që një marrëdhënie e caktuar për të gjithë reformën drejtësi për gjykatat edhe për prokurorit në përgjithësi, lënë shumë për dëshiruar sepse kanë vajtur shumë e shumë ankesa në Shqipëria që duam, që është një portal që mblidhen të tëra materialet për antikorrupsionin e tjera, dhe ka pretendime edhe në Ministrinë e Drejtësisë, është ajo struktura antikorrupsion, që qytetarët të ndryshëm vënë dhe ankohen për administratën, por dhe për gjyqësorin dhe prokurorin. Kështu që ai raport i cili është mbledhur i brendshëm, me fjalë ndoshta Rama arriti në një pikë që ka ardhur koha të bëjmë update-in, ka ardhur koha që të kemi një strukturë të re përsa i përket edhe reformës në drejtësi, dhe ashtu do ndodhi. Me fjalë, kam përshtypjen që do të rihapet gara dhe do hiqen ca frekuenca për të futur personazhe të rinj në strukturat e drejtësisë. Me këtë shikoj natyrë. Ndërsa marrëdhënia për të cilën duket sikur është qetësuar, normalisht ato kanë qenë momentet e para përsa i përket pjesës arrestimit të kryebashkiakut, por që të gjithë kanë shprehur nga pak zërin e tyre që ka qenë apo jo e rregullt ajo pjesa e arrestimit, pjesa e interesit publikut, por që nuk është se Rama e kapi më shumë te pjesa e interesit publikut. Kjo akuzë e cila ngrihet e pa faktuar, duhet mbajtur në burg akoma apo jo? Në fjalë, jemi në kushte të cilat mendoj, thoshte ai, tërkohon që kjo akuzë, ky dyshim, në fjalë duhet të jetë që personi duhet ta hetimi paraprak duhet të jetë në gjendje të lirë dhe të jetë në krye detyrës. Kjo është situata, por që ato gjëra ndodhen, nuk është se ka ndonjë lloj ndryshimi në ata për të cilën dhe detyrimin që ka politika shqiptare, sepse në fundit struktura e posaçme nuk është ndonjë strukturë e cila e pagabueshme apo qoftë edhe te pjesa që nuk rishikohen edhe ato gabimet procedurale që mund të bëhen gjatë hetimit paraprak, sepse në fundit aty flitet për të marrë një personazh të marrë drejtësinë që meriton dhe jo për ata për të cilën teatri bën gjëra të tjera që ai nuk i ka. Kjo është historia. Ndërkohë, avokat, është thënë që SPAK-u do jetë proaktiv. Në zgjedhje dhe sot një media ka publikuar një lajm sipas të cilit Flamur Noka dhe zoti Xhemal Gjungshi janë të lashëm me SPAK-un për shkak të kërcënimit gjithmonë referuar kësaj media ndaj një kandidati të demokratëve euroatlantik për të cilin është thënë që i kanë bërë presion për të mos kandiduar. Dhe media në fjalë thotë që ata janë të lashëm. Do të kemi veprime proaktive si këto? Shiko, këto janë raste që do ndodhin, këto janë më shumë konkurenca brenda strukturave politike, nuk është se ka të bëj me pjesën e rivalitetit. Përbën krim zgjedhor ose vepër penale? Jo, nuk përbën krim zgjedhor, është vepër penale që, shiko, ata nuk e kanë marrë akoma pjesën e fillimit të fushatës, që ai të marrë një lloj mandati kandidati. Pra, ndryshon pjesa e regjistrimit tani dhe ndryshon kur ai brenda 45 ditëve merr atë mandat statusin e kandidatit. Me statusin e kandidatit, atëherë po emrat janë dorëzuar në këto. Le të jenë dorëzuar, por nuk ka filluar fushata akoma. Të paktën me sa di unë dhe në ndjenjën time, 45 ditësh ai çdo personazh është
personi mbuluar me imunitet dhe çdo lloj marrëdhënie të cilën mund të ndodhi, me fjalë brenda asaj mund të quhet si kërcënim e tjera për shkak të detyrës, pra e kapin disa akuza. Por që në kushtet që jemi nuk është se kemi filluar fushatën zgjedhore. Fushata zgjedhore nuk është tani, në fjalë fillon 45 ditë përpara. Kështu edhe pak ditë duhet kemi, besoj, nga kjo lloj marrëdhënie. Në rast të një presioni të tillë, çfarë veprash beson se mund të jenë të konsumuar? Mund të jetë pjesa e pengrimit të ushtrimit të detyrës për shkak të kandidimit. Edhe këto më duket se me sa di nuk i merr struktura posaçme, po i merr prokuroria rrethit. Nuk është kërcënimi që mund të bëhet, shantazhi, varet se si e kanë marrë, mund të kenë marrë me telefon, keq përdorimi thirrjeve telefonike, nuk janë pjesë të SPAK-ut këto, janë të prokurorisë të rrethit. Pra janë disa akuza të cilat janë vepra të lehta penale, të cilat nuk merren me atë shkak. Okej, avokat, nga opozita çfarë të bën përshtypje për mesazhet mbi SPAK-un? Duket sikur janë reduktuar pak gjatë fushatës zgjedhore. Është kjo një strategji për të mos hapur? Berisha e ka thënë fjalën e vet që unë do ta shkri, do ta bëj. Asgjë nuk ka për të bërë, sepse në fundit kjo strukturë e cila është ngritur nuk ka për të ndryshuar formën dhe mënyrën dhe qëllimin për çfarë është ngritur. Mund të ndryshojë emri, por jo aktiviteti i saj, sepse ka qenë dikur krimet e rënda, as më shumë as më pak, ka marrë disa vepra penale, më tepër që heton korrupsionin në nivele të larta. Me fjalë, kjo është një marrëdhënie për të cilën kam përshtypjen tani që Partia Demokratike është përqendruar tek pjesa e vet e fushatës, te raporti i vet, dhe jo tek te puna dhe për pjesën e shtimit të votave, duke pasur dhe problemet të brendshme, iki një deputet, mos kanë qenë ato konfliktet për të cilët shumë persona nuk kanë dhënë në një lloj komunikimi, por që ju e keni parë atë polemikën, qefmbetje, deklarata, ashtu siç ishte edhe një prej antarëve të koalicionit, ju morë me të qeshur, po faktikisht nëse hetohet ajo pjesa për të cilën ai thot, flas për zotin Jenisheri, sa do të mund duket aq me humor, por që nëse ajo hetohet dhe është vërtet ashtu siç është, me fjalë dëshkimi i Partisë Demokratike dhe koalicionit të madhështorëve, bie. Okej. Avokat, ka patur një tjetër zhvillim mes Fredi Belerit dhe Ardit Bidos, eurodeputeti është paraqitur në gjykatën e Tiranës, ku kallëzoi për shpifje drejtorin e arkivës Ardit Bidos, seanca ndodhet ende në fazë përgatitore. Çfarë të bën përshtypje nga kjo histori? Shiko, kjo është një polemike vjetër, nuk është e tanishme, kjo ka shumë kohë. Me sa di unë atëherë zoti Beleri, kushdo që i dilte kundër atëherë në deklaratat e veta e çonte për kallëzim për shpifje në gjykatë. Por kjo është një pjesë e cila merren dhe shqyrtohen provat në kohë, nuk është një proces që mbaron tani. Është një proces që... Procesi ndërlikuar për shkak të shtrirjes. Është ndërlikuar se ka më tepër këto gjetjen e atyre komunikimeve, vërtetimin e atyre provave të cilat janë, sepse deklarata publike të cilët çdo njeri bën, ti je personazh publik, okej, unë kam të drejtë të jap opinionin tim, pastaj ku është fyrje, ku është sharje të gjitha, janë elementë të cilat shikohen, duhen mbledhur pjesa e portaleve, sa janë klikimet, sa janë ato, duhet faktuar vepra, është një histori e gjatë, dhe njoh si proces dhe shkon shumë gjatë. Por që debati mes tyre ka qenë prezent shumë kohë për ato për të cilat flitej, jemi grek si jemi grek, verdha unë i pari, ishe ti i dyti, këto janë marrëdhënie që janë kryesisht në Shqipëri që ne nuk shikojmë përpara, po kthejmë kokën 5000 vjet prapë, çfarë është bërë 5000 vjet prapë. Avokat, ndërkohë, një tjetër çështje me interes për publikun ka qenë dhe rasti Veliaj. Si e sheh, po themi, në kompleksitetin politiko-gjyqësor, mund të ketë një vendim për shkarkimin e tij, apo mund të vazhdojë detyrën, sepse dhe afatet kohore kanë përshtypjen prodhojnë rrethana të reja juridike në bashkë. Shiko, zoti Veliaj shkarkohet vetëm nga një vendim i Këshillit Bashkiak, kur ai nuk paraqitet në detyrë 3 muaj dhe caktohet një administrator i përkohshëm i tyre. Po në kushtet që kemi caktuar një administrator, ka përfunduar pjesa e caktimit të këtij administratori. Kështu që duhet parë
pjesa juridike në bazë të ligjit të pushtetit lokal, i cili i 2015-s, i cili i ka të sankcionuara pjesët kur një kryebashkiak paraqitet në detyrë, kur nuk paraqitet, cilët janë problemet, kur ka një vendim në formës prerë atë e shkarkon kryeministri, kur ka ndonjë element në flagrancë e shkarkon kryeministri, e tjera, po me fjalë ligji i ka parashikuar që të gjitha. Por zotin të betejën me firmave si e pe? A tregoj një lloj tensioni? Shiko, ajo është një marrëdhënie, ka një diçka. Nga aspekti formal, ai bëri një vendim i cili emëroi dikë. Mirë po, këtu, normalisht, sepse Partia Socialiste e ka si pjesë të strukturës, ishte caktuar dikush tjetër. Tani, për të shfuqizuar këtë vendim, duhet dalë një vendim tjetër. Mirë po, ndoshta e kanë nxjerrë këtë vendimin tjetër dhe janë kryer ato veprimet që janë kryer. Ose pastaj ndodhen edhe ato veprimet e lëvizjes së disa personave, të sekretarit përgjithshëm dhe të nënkryetares tjetër e cilën e pushuan. Janë disa marrëdhënie të cilat kanë ngelur në këtë pikë. Ngjelet vetëm Këshilli Bashkiak është ai që rregullon këtë pjesën e kompetencës, por që kjo do të ngelet diku nga gushti shtatori, nga pjesa e legjislaturës së re. Nuk është se përfundon tani kjo situatë. Ndoshta mund të kemi edhe ndonjë surprizë që mund dalim në gjykatën e lartë Erion Velie, kështu që janë të gjitha në lojë. Avokat, në kushtet e paraburgimit, ai ka ende të drejtë të firmos nëpërmjet avokatit të vet, si funksionon? Ai nuk është i pezulluar nga detyra, por që duke qenë se delegimin e ka marrë një nënkryetare dhe të gjitha atributet e kryetarit, ka përshtypjen që nuk ka të drejtë me këto proceset e reja të cilat edhe kanë ndodhur, janë pjesë juridike të cilat duhen ripar mirë, por që nuk ka të drejtë të japi të hedhi firmën apo të kryej veprime nga burgu. As nëpërmjet avokatit, pra humbe? Jo, fare. S'ka, për mendimin tim, në këto kushte ai, okej, nëse prokurori do kishte marrë një vendim pezullimi e tjera, po s'ka arsye dhe prokuroria ta marrë. Kështu që kjo është historia. Okej, avokat, dhe një çështje të fundit, mendon se do të ketë një proces më të ndershëm zgjedhor nga kjo pranie e SPAK-ut, cilën ne diskutuam dhe pak çast. Shiko, kam përshtypjen që do ketë një lloj frenimi. Situata nuk është më siç ka qenë në 2021-shin. Elektorati ka lëvizur, një pjesë ka ikur, një pjesë mund të jetë gri, mund të jetë indiferent, një pjesë kanë dalë dhe këto partitë e vogla të cilat edhe kemi një shpërndarje të elektoratit, por që pjesë, me fjalë, ajo për të cilën flitet tani që ka qenë është struktura e posaçme, normale që struktura e posaçme ka disa elemente të krimit zgjedhor të cilët i jeton. Tani që është bërë një task force që është edhe prokuroria e përgjithshme, janë edhe prokurorët e rretheve, me fjalë është një task force monitoruese për të mbledhur problematikat. Por që nuk ka për të patur problematika në zgjedhje. Mendoj unë, sepse po thuaj elektorati dihet se si është ndarë, edhe pse mund të kemi një pjesë elektoratit të lëvizshëm i cili mund të shkojë te partitë e vogla, por që betejë do jetë shumë e ashpër. Edhe shikoj që gjithmonë me fjalë edhe sondazhet paraqesin në fjalë pushtetin aktual, qeverisjen aktuale që të jetë akoma në qeverisi. Kështu që kjo është pika, por nuk e shikoj pjesën e strukturës posaçme të jetë ajo për të cilën do të vendosim i fatin e zgjedhjeve. Do të shikoj disa elemente, qofse ka, por që do ketë humor, sepse do ketë kallëzime kohë, do ketë donancime pa lidhje, por ato duhen mbështetur me prova. Nëse nuk mbështeten me prova, atëherë i bie që të kenë konsumuar pjesën e mashtrimit edhe të kallëzimeve të rreme. Kështu që mendoj që struktura posaçme do ta ndjekë me imtësi gjithë procesin, por jo se ka për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Po të kishte kandiduar vetë, për shembull Lista Dumani, po e them çik me humor tani, me 50% që ka, kishte marrë pushtetin. E she realisht një mundësi politik Dumani? Shiko, unë nuk e shikoj në politik atë me fjalë, por që struktura e posaçme dhe ekipi i tij në të gjitha sondazhet del 50, 51, 57% nga sondazhet e ndryshme. Ndërkohë që kjo është vot popullore.
Pasaj, për votën profesionale është tjetër, nuk kemi tjetër sondazh, nuk kemi këtë pikë. E qartë. Avokat, shumë faleminderit që ishe me ne mbyllim. Faleminderit juve. Mirë, shkojmë publicitet, kthehemi vetëm pas pak.